Nga ta masim për shembull një shtet fuqishëm dhe një komb të fuqishëm, dhe pa diskutim gjëja e parë që na vjen në mendje është në momentin kur njerëzit e një vendi të caktuar i japin rëndësi pronës së përbashkët. Çfarë do të thotë pronë e përbashkët? Pronë e përbashkët do të thotë që ne të dimë të respektojmë vendin ku jetojmë, të dimë të drejtat e gjithë secilit prej nesh, mos t'i tejkalojmë kufit ku të cënohet e drejta e tjetrit, e drejta e jetës, e besimit, e pasurisë, e ambientit, e shumë gjëra të kësaj natyre. Pra diçka që quhet e përbashkët, kur të gjithë njerëzit i japin rëndësi kësaj të përbashkët, e cila mund të jetë e mirë, që nëse e bëjmë ka dobi për gjithë secilin për nesh, por mund të jetë e keqe që nëse e bëjmë dëmton gjithë secilin për nesh. Për shembull, një shembull shumë të thjeshtë mund të marrim një mbeturinë të caktuar, që ne mund ta gjuajmë atë, mund ta hudhim atë në çdo vend, në çdo ambient. Nëse e bëjmë këtë pa përgjegjshmëri, që të kuptojmë që aty ku e hudhim atë pleher, atë mbeturinë, është vendi ku edhe unë do të frymoj, edhe unë do të kaloj, ashtu edhe fëmijët e mi, ashtu edhe familja ime, ashtu edhe të tjerët, atëherë gjithë secili për nesh nëse do ta mendonte në këtë formë, nuk do ta bënte një gjë të tillë. Në Islam kjo quhet më pas vakëf, mall i të gjithëve, por pronë askujt. Kjo në fakt është një nga gjërat më themelore që duhet edukohemi, veçanërisht ne si popull, për vetë faktin sepse ne nuk kemi ndjesinë e pronës së përbashkët. Shohim se sa pisët luan pikërisht edhe politika jonë në këtë këndvështrim, që do të thotë nuk i intereson askujt që nëse vjen në një pozicion të caktuar të shoqërisë ku është shërbëtor me atë pozicion që t'ia lehtësoj jetën njerëzve, këtu tek ne ndodh e kundërta. Njerëzit çfarë bëjnë? Pasurohen me poste, bëhen milionera, bëhen njerëz me fuqi, me pushtet, krijojnë ligje për t'i quajtur vetët e tyre me imunitet, që mos t'i cënoj ligji, siç ndodh në pozita të larta të politikës, e kështu me radhë. Dhe normalisht, duke qenë se ndjesia e pronës së përbashkët nuk është në nivelin e duhur nga ana jonë si popull, si shoqëri, atëherë normalisht dhe njerëzit, siç thotë fjala popullore, gjejnë shesh edhe bëjnë për shesh. Nuk do t'i interesojë askujt. Prandaj rritja e ndërgjegjes për pronën e përbashkët, që vendi ku unë jetoj, rruga ku unë eci, shkolla ku fëmijët e mi studiojnë, bashkia, kryetari i bashkisë, edhe më koma dhe më lartë, çdo gjë, vendi, vatani, pasuria e përbashkët, territori i shtetit ku ne jetojmë, janë të gjitha tonat. Prandaj dhe Islami do t'i jepte vlerësimin më të madh një njeriu që sakrifikon jetën në këtë drejtim. Do ta quante dëshmor, dëshmor i atë-dheut, dëshmor i mbrojtjes së dinjitetit, të jetës, të nderit, të familjes, të gjakut, të gjithë secilit prej njerëzve, jo vetëm vetes tij dhe familjes së tij. Lut Zotin xhaleshanu që të na bëjë njerëz që me të vërtetë e ushqejmë ndjenjen e pronës së përbashkët, sepse vetëm në këtë formë mund të jetë hapi i parë për ndryshimin pozitiv të shoqërisë tonë përgjithësi. Mund të jetë hapi i parë që mundemi të edukojmë breza që sidoqoftë nesër pas nesër në çfarëdo lloj pozite të shoqërisë që ato do të vinë, do ta shikojnë pozicionin e tyre si një vend ku t'i shërbejnë kësaj kauze kaq të madhe, dhe jo për përfitime miskine, individuale, shumë të ngushta. Edhe ne sot kemi shembuj suksesi në botë, siç është shteti i Japonisë për shembull, gjë e cila që në klasat e para fëmijët edukohen me një frym të tillë. Të gjithë pa filluar mësimi kanë programin e tyre pikë së pari të pastrojnë ambientet e përbashkëta, të kujdesen për vendin ku jetojnë, që pastaj kanë dhënë shembuj edhe në shumë raste, siç kanë qenë evenimente sportive, futbolli botëror, që pikërisht këta njerëz me këtë edukatë kaq të madhe shkojnë dhe pastrojnë shkallët e stadiumeve e kështu me radhë, duke
kuptuar që me të vërtet njeriu nëse edukohet siç duhet arrin me të vërtet pjedestale shumë të larta të moralit. Në të kundërt pastaj, me të drejtë mund të quhemi vende siç e kanë emërtuar të dorës së tretë, ku nuk ka moral, etik, nuk ka ndjesi të përbashkët për të jetuar të paqët të gjithë secili prej pjesëtarëve të asaj shoqërie. Dhe pastaj ka vjedhje, ka vrasje, ka kriminalistik, ka gangstera, ka njerëz të fuqishëm, ka njerëz me pushtet që s'do t'ja dinë për asgjë. Duhet që gjithçka për të ngritur themelët e një shoqërie duhet nga edukimi, jo me kot Allahu urdhëron në Kur'an, lexo me emrin e Zotit tënd që të krijoi, sepse vetëm kjo na nxjerr në dritë me leje të Zotit.